Sot është dita ndërkombëtare e solidaritetit njerëzor. Mesazhi më human që mund të përcillet në këtë ditë është që të gjithë së bashku të angazhohemi për t'u zgjatur dorën atyre që luftojnë me ekzistencën. Një nga rastet e shumta që janë drejtuar në redaksin tonë për t'i thirrur solidaritetit të njerëzve bamirës është edhe familja Abdiu nga Gostivari, e cila përballet me kushte mizore të jetesës. Jeta në kushte mizore dhe me mungesat të gjërave elementare tashmë tangon një pjesë të madhe të familjeve tona, por kur njerimit i shtohet edhe sëmundja, atëherë fatkeqësia fishohet dhe bëhet e papërballueshme. Edhe pse 45 vjeçare, zonja e familjes Liria Abdiu përballet me sëmundje të shumta. Si pasojë e tyre, ajo tashmë është duke e humbur shikimin thuajse plotësisht. Unë jem multiplex skleroza, glaukom, sheqerin, depresiv, spontiloza, burri nuk punon, djali nuk punon, ilaçet s'kam ku t'i marr. E në qashtej, s'di që të boj, a duhet operaci të bojam larg, ja Bugari, ja Prishtinë në thanë të shkojmë. S'kam që të boj, zenin e upa, nuk kom pikaj, ere jem, ama du të më ndihmojnë shumë falave të krejtave kush të më ndihmojnë në të më ndihmojnë. Qaq, në 4.000-5.000 shkoj larg, t'i bojnë set operaci. Për jarë në vitore në Kina, mender, në govë dali, unë për jashtë nuk dali. Qashtu gjali pak më ndihmon, buri më ndihmon. Kishe në një cëllës hajo më ashtu. Eftoft është dhoma, ku po jetoj, prangat varfënis, jetën e qoj. Në dhomën e familjes Abdiu, gjërat që binin në sy ishin librezat shëndetësore, recetat dhe barnat. Përballë gjendjes së rënduar shëndetësore dhe kushteve të rënda të banimit, të pafuqishëm jam kryefamiljari Ismani dhe gjali i tyre Senadi. Kryefamiljari Isman Abdiu më herët kishte punuar në ndërmarrjen e higjienës, por për shkak të mungesës së sigurimit ishte detyruar të braktisë punën që ishte paguar 7.000 denar në muaj, me qëllim që të fitonte të drejtën e sigurimit shëndetësor. Harximet nga vizitat e vazhdueshme mjekësore të gruas së tij të sëmurë kanë qenë shumë më të larta se rroga që merrte, kështu që kishte vendosur të braktiste vendin e punës të paktën për të pasur sigurim shëndetësor për t'u ikur shpenzimeve të shumta nëpër spitale. Familja Abdiu aktualisht jeton në barakat e vjetra karshi internatit të nxënësve të shkollave të mesme në Gostivar. 3 anëtarët e familjes kalojnë jetën në një dhomë të vogël thuajse të shkatruar. Njerëzit e vullnetit të mirë dhe që shprehin dëshirën të ofrojnë ndihmë për këtë familje mund të vënë kontakt me kryefamiljarin Ismanin në numrin e telefonit 071 602 829, pra 071 602 829.